Sa e kemi kotën në këto momente në Koman? Kota në këto momente është rreth 167 metra mbi nivelin e detit, duke na krijuar një rezervë rreth 7 metra deri në kotën maksimale, pikërisht për të pritur intensifikim në rreshjeve të mbrëmjes sotme, si dhe presim dhe një front të dytë që mund na vi gjatë ditës së premte, do filloj nesër, gjatë ditës së premte do intensifikohet, dhe është ajo që tham për të marrim masat paraprake për të ulur sa më shumë mundësinë e shkarkimeve pa prodhim. Momentalisht jemi me regjim prodhimi në maksimum, pra si hidrocentrali Komanit ashtu dhe Vaudeja se ka regjim në prodhimit në maksimum për të procesuar sa më shumë prurje nëpërmjet prodhimit, dhe kjo është e mira e gjithë kësaj situate. Ndërkohë sa i kemi prurjet në Vat Dejës? Në Vaun e Dejës prurjet për momentin janë rreth 200 m3 në sekond, vetëm prurje anësore, përveç ato që sjell Komani nëpërmjet prodhimit. Fierza vazhdon të qëndrojë mbyllur, pra është një regjim i mirë përcaktuar nga kesh me qëllim. Pra qëndron e mbyllur përkatësisht për të mos rënduar situatën në Koman, si dhe për të akumuluar sa më shumë ujë në basen e Fierzës, i cili ka kapacitet shumë herë më të madh dhe kemi mundësi të akumulojmë sasi shumë më të mëdha ujë. Do ketë si një përmirësim të motit gjatë ditës së njëjtë, por më pas do ketë një agravim tjetër të premte. Megjithatë ne jemi të përgatitur dhe çka është e rëndësishme dhe çka duhet i themi gjithë njerëzve, nuk parashikohet hapje e portave. Sepse ky është problemi kryesor, dhe është shpeshherë abuzohet edhe me lajme. Në rastin e përmbytjes së Nën Shkodrës, flitet gjithmonë për hapje të portave, ne po e bëjmë me dije që i kemi kapacitetet e volumet, pasi kemi punuar nga data 11 nëntor për të liruar volumet, dhe kemi rreth 4.5 metra mundësi për të akumuluar në lishenin e Vaudejës dhe rreth 7 metra në lishenin e Komanit. Ndërkohë që të 5 agregatet e Vaudejës janë funksion dhe 4 agregatet e Komanit janë funksion, Fierza qëndron e mbyllur për të akumuluar sa më shumë dhe për të rritur nivelin e lishenit.